Ish kryebashkiaku socialist i Kavajës, Elvis Roshi, dikur një emër i rëndësishëm i rilindjes, ka dalë zyrtarisht në fushat, por këtë herë në mbështetje të Partisë Demokratike. Përmes një postimi në Facebook, ai ka shpërndar posterin elektoral të kushëririt të tij, Elton Roshit, kandidat për deputet në zgjedhjet e 11 majit në logon e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, e drejtuar nga Partia Demokratike. Ironia është se vite më parë, Veçali Berisha e akuzonte Elvis Roshin si kreu i bandës së Kavajës dhe lidhte atë me emra të botës së krimit si Emiliano Shullazi. Sot kjo armiqësi duket se është kthyer në aleancë me Berishën, që promovon në politik të birin e Xhaxhait të ish kryebashkiakut socialist, ndërkohë vetë ish kryebashkiaku Roshi është në nënhetim nga SPAK për fshehje pasurie dhe mos justifikim të ardhurave, një çështje që hodhi hijen e dekriminalizimit mbi karrierën e tij politike dhe çoi në përjashtimin e tij nga skena politike. Sali Berisha nga ana tjetër ka sqaruar se zgjedhja e Elton Roshit si kandidat nuk lidhet me të kaluarën e kushëririt të tij, duke konsideruar atë një individ të veçuar nga i kaluara e ish zyrtarit socialist. Kushëriri nuk është mëkatar për kushëririn, siç quhet kandidati Elton. Me Elvisin si ka lidhje gjaku është gjë tjetër, por nuk ka lidhje kjo dhe nuk është kriter për kandidatët. Edhe Edi Rama ka dy kushërinj, njëri se na akuzon ne për rrëmbim pronash, e tjetri e bën perfekt për të rrëmbyer prona, ka deklaruar Sali Berisha për kandidatin e tij.